Përshëndetje zotëve, unë jam Shënaj Beleku, jam tutore mësimit të gjuhës shqipe dhe asaj serbe. Pse du me di gjuhën e tjetrit? Pikës pare përse se jemi të interesume dhe kena kurishti për me njoft tjetrin, qofti komuniteti tjetër, qofti pjesë e kësaj shoqënie, atëre konsiderojmë që është shumë e rëndësishme me di gjuhën e tjetrit. Këtë mënyrë kena shumë a lehtë me kuptu vetë persone, me ja kuptu prapavijën, të kaluarën, doket, zakonet, mënyrën e rritjes, edhe mënyrën e jetesës që e bën. Po ashtu pse është e rëndësishme për me njoft gjuhën e tjetrit është gjithashtu për arsye se na vetë fitojmë prej këtij faktit, nga se kena mënyrën shumë të lehtë për me ju çuar secilit, për me i kuptu njëri tjetrin, edhe për me i kuptu se për çka bëhet fjalë në thellësi, po se dojmë me bisedu me dikën për lidhje me detaje të shumta. Pse duhet gjithashtu me di gjuhën e tjetrit, e konsiderojmë që është shumë e rëndësishme se Kosova, përkundër faktit që është shumë vend i vogël, megjithatë është shumë e larmishme për sa i përket kulturës, zakoneve, komuniteteve, religiozeve, edhe për këtë arsye përse se dojmë me që na ma të pasur këtë aspekt për me kuptu njëri tjetrin më mirë, atëherë konsiderojmë që gjuha e tjetrit është shumë e rëndësishme, edhe në këtë mënyrë mundëm me u parafru me njëri tjetrin shumë. Faleminderit.